Vazhdojnë provat në teatrin kombëtar të operës dhe baletit për operën Vejusha Gazmore, një pjesë e cila do të sjellë atmosferën festive në prag të Krishtlindjeve në skenën kryesore të muzikës lirike shqiptare. Regjia këtë herë mban firmën e austriakut Christian Köpke, ndërkohë që muzika i përket mjeshtrit Franz Lehar, me libret të Viktor Leon dhe Leo Stein dhe dirigjim nga Daniola Kurajo, e cila një herësh është dhe para nga femrat shqiptare që shfaqet si dirigjente opere. Kjo është hera e dytë që marr pjesë në një produksion me orkestrën e Teatrit Kombëtar të Operës dhe të Baletit, pasi për herë të parë isha si asistente në prallat e Hoffmanit dhe ai ishte një shans që mu dha, pastaj bëri që ndërmor kjo iniciativë nga drejtori për të më ofruar këtë produksion si për Vejushën Gazmore. Dirigjentja e parë femër, çfarë ndjesie ju shkakton? Ndoshta në Shqipëri mund të jetë e pazakont, por për mua nuk është, s'do të thoja që është e veçantë, pasi për mua ka rëndësi që në pult jetë qëndron një figurë artistike, pavarësisht femër apo mashkull është. Por në Shqipëri është akoma një perde mentalitetit që nurit një femër në pultin e dirigjimit. Pse pikërisht një opera Gazmore apo për atmosferën e fundvitit? Po tërmjeshtria është që njerëzit të gjejnë gjithmonë diçka të ndryshme, diçka interesante, diçka që përputhet edhe me atmosferën e përgjithshme. Mendoj se ky fund i këtij viti me ngjarjet e bukura që po përjetojmë, problemin e heqjes vizave për shqiptarët, edhe krijimin e atmosferës së festave, e ka të nevojshme një operet. Kush më shumë se një operet e stilit vienez të Europës qendrore e sjell në ditët tona mund të ishte më e përshtatshme. Historia nis në Paris në vitin 2005. Ana, një vajzë e re nga Shqipëria, është larguar herët së bashku me prindërit nga Tirana për në Francë. Danilo, shoku i Anës, vjen nga një familje tradicionale franceze. Ata janë një çift i dashuruar, por për disa arsye lidhja e tyre do të shkëputet. Dy origjina të ndryshme, një vjetër aristokrate, perindimore dhe tjetra thjesht nga Europa juglindore, do të ndeshen së bashku për shkak të paragjykimeve të prindërve të djalit francez.